Allah e dëmë e Kosovës, është dhe më ngarkesë e Kosovës. Konsumatori pagun ato, në fund. Dhe më 10% taks për Kosovën është shumë e madhe. Po, ndoshta qeveria gjon ai burim për hjekjen e saj, nëse është ngarkesë e madhe. Besoj që kur mbledhen gjithë ato, do gone këtë, tash edhe tarifa 10%, si edhe në eksport kjo është. Për shembull, eksportuesit kanë dëm të madh. Domthonë më shumë ti kanë eksportuesit. Ata do të më paguajnë taksën kur tin mollin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që është dëm i madh për Kosovën. Po ndoshta me mirë kuptim, ndoshta e gjojnë në lehtësi diçka. Po veç më angazhuaj, jo me fjalë, po me vepër, me punë. Besoj që na shta iket. Donald Trump se nuk na ka vendosur se ne, po këtë Evropës nuk e di ku e ka qëllimin, çka më dal, po ai po thotë jam për shtetin tim, për vete. Ne kemi reciprocitetin, do të me përmbajt, për na kanë ngatru pak Albini me presidentin, që ngatru, po aje po thot me heke, kjo halas ka thonë posë, nuk e kom dëgju, nuk e di. Edhe presidentin së tash në qitë kohë se ka mje, se po mundot ishme të rejek me marrë vëmendje, se e ka dhe një jetë më bo president, edhe po të me marrë këtë popullat me të mirë me përkra dikush. Po është reciproke, taksë reciproke, taksa Kosovës dhe produkteve amerikane ka qenë 10%, dhe është një farë balanci, po duhej me qenë as e Kosovës, as e Amerikës. Besoj me heqen e taksës ndaj Amerikës, dhe Amerika do të korrigjon taksën. Brenda 24 orëve duhet me heqet taksë, dhe ashtu nuk ka ndaj peshë shumë simbolike për tyrat e buxhetit Kosovës, ndërsa për çështjet e marrëdhënieve tona dypalë që është shumë e rëndësishme. Ka hap simbolik, por shumë e rëndësishëm.